Kanë kaluar vite nga ndarja nga jeta e Darda Dhimo, vajza 19 vjeçare nga Korça, studente e psikologjisë, e cila humbi betejën me sëmundjen e rëndë të leukimisë. Edhe sot kujtimi i saj mbetet i gjallë te familjarët, miq dhe të gjithë ata që u prekën nga historia dhe mesazhet e saj plot shpresë, sepse gjithçka kishte nisur rastësisht në momentin kur ajo kishte shkuar të dhuronte gjak për të ndihmuar të tjerët. Pikërisht atëherë u zbulua sëmundja që do të ndryshonte jetën e saj. Edhe në momentet më të vështira, ajo ndau me të gjithë një mesazh të fuqishëm për dashurinë ndaj jetës dhe mirënjohjen për çdo ditë që na jepet. Në vazhdim është statusi i saj në Facebook, i publikuar më 31/08/2023, i cili edhe sot prek zemrat e shumë njerëzve. Kush do ta kishte menduar se kjo verë do të ishte si kjo? Kush do ta kishte menduar se kjo verë do të ishte si kjo? Më ka marrë malli për plazhin, dallgët, për t'u djegur nga dielli. Më ka marrë malli për të qëndruar me miqt dhe për t'i përqafuar. Të qenit i izoluar nuk është padyshim mënyra më e mirë për të kaluar verën. Disa përditësime për të gjithë ju. Dje fillova ciklin tim të tretë të kimioterapisë, që do të thotë se mund të kem edhe 5 të tjera për të bërë. Përfundimisht, gjithçka duket se po përmirësohet dita ditës. Ka gjithmonë momente që kam dhimbje, e lodhur, momente që kam frikë për të ardhmen, ose ndonjëherë emocionale, por mund t'ju siguroj se Zoti gjen gjithmonë një mënyrë për të më kthyer buzëqeshjen dhe gëzimin tim. Gjatë gjithë këtyre ditëve dhe veçanërisht sot, jam ndjer kaq e inkuruar dhe jam përpjekur të shijoj çdo moment të veçantë për aq kohë sa zgjat. Unë kam filluar të shijoj vende të ndryshme në spital dhe çdo moment të vetëm të kaluar me të gjithë stafin mjekësor këtu. Sot më pëlqeu veçanërisht ky muzg i bukur. Pra ndërsa e lexoni këtë, këtu është një mesazh nga unë dhe përvoja ime deri tani. Ju lutem, shijoni çdo ditë si dhuratë nga Zoti, shijoni mëngjesin kur jeni në gjendje të zgjoheni dhe të ndjeni mushkrit tuaja duke u mbushur me oksigjen. Shijoni shëndetin tuaj fizik dhe shijoni çdo moment të kaluar me familjen dhe miqt tuaj. Fatkeqësisht nuk arrita të bëj asnjë nga këto që kur u sëmura, kështu që të lutem bëje për mua. Përqafoni të veçantë të tuaj dhe mbi të gjitha mos harroni të falenderoni të vetmin që na jep jetë dhe shpresë. Vetëm kur na merret diçka, kur kuptojmë vlerën që kishte. Darda nuk është më në mes nesh, por mesazhi i saj për jetën dhe mirënjohjen mbetet i paharruar.